kam fjalën këtu me Rita. Disa gjëra për cilat PDPS kanë qenë dakord, edhe në kuadër të komisioneve të mëparshme zgjedhore, këto janë reflektuar dhe tani më janë sjellje të njësuara. Falja i gjobave, thuhet. E thot raporti. Ajo 5 ditë para. Ato që ne diskutuam së bashku me opozitën në komisionet parlamentare dhe vendosëm së bashku. Dhe diskutuat që 5 ditë para dhe opozita u bë pjesë edhe amendimet e saj. Opozita u bë pjesë. Po në 9 maj ndikoi në zgjedhjet e 11 majit. U bë pjesë opozita. Nuk besoj që opozita është bërë pjesë që në 9 maj të shpallën nga zoti Rama. Ju keni pasur mundësi që ta... Është evidente ajo gjë. Zonja Felaj, ju keni pasur mundësi që ta lexoni në mënyrë të shtërruar. Ajo që më kujtua mua dhe ju telefonova dje ishte që në prag të zgjedhjeve, në mos të them ditën e heshtjes zgjedhore, ju keni pasur takim edhe me përfaqësi diplomatike në këtë godinë për të folur mbi shqetësimet, edhe të tyre, edhe të shoqërisë civile, dhe në raport shprehet edhe pamundësia e shoqërisë civile për të bërë ato që do duhet të bënte. I cili tashmë është edhe i finalizuar, kishte mjaftueshëm element për të thënë që zgjedhjet kishin problematika, të cilat nuk lidhen sepse në fundit zgjedhjet nuk bëhen si një detyrim për t'i ofruar mundësi opozitës. Zgjedhjet bëhen si një mundësi për të krijuar modelin e shtetit të së drejtës, ku palët konkurrojnë politikisht, krijohet një kontratë, njerëzit dëgjohen, por ky dëgjim bëhet në një format të ndershëm, nuk bëhet si një pazar turk që hajde të zgjidh hallin e radhës dhe pastaj mbas hallit të radhës në shtator të krijojë nga 4 halle të tjera si një shtet jo i së drejtës, po si një shtet i partisë e cila vetëm për të drejtën e saj dëshiron t'ia di. Pra, raportet e OSBE Odirit kanë nxjerrë mjaftueshëm element të cilët kanë të bëjnë me mënyrën se si partia në pushtet ka interferuar, ka arritur të përdorë të gjithë modelet e pushtetit, ka arritur të hedhë në treg edhe premtime të cilat janë shkelje zgjedhore. Për shembull, unë nuk e kuptoj se si nuk është futur aty një premtim i thënë disa herë nga një nga anëtarët e kabinetit Rama, qoftë Rama para zgjedhjeve, qoftë Rama pas zgjedhjeve, që do ketë një amnisti fiskale, një paqe fiskale e cila nuk ishte gjë tjetër veç se një rekrutim. Nuk u tha aty, por ndoshta u morën shumë prokurimet, të cilat në fakt kanë qenë pak më të spostuara dhe unë nuk jam vetëm ditën e sotme mbi paqen fiskale po. Po, por ishte premtim, u tha 3-4 herë në takime ku ishte logo elektorale. I mungonte edhe fakti që ka pasur problematika edhe me këto sekuestrimet e godinave të mëdha, rekrutimi biznesmenëve të mëdhenj, të cilët o me ne o nëse sjeni me ne, s'ka rëndësi që sjeni dhe me ata. Nuk u pat një sensibilizim shumë i qartë edhe për këtë që ndodh në Shqipëri, që ne shikojmë dhe banda të cilat në periudha zgjedhore janë aktive, me mënyrën se si ato funksionojnë, me mënyrën se si ata emrojnë antarë të tyre në funksione që kanë të bëjnë me doganat, me tatimet, ata arrin në një farë mënyrë edhe të krijojnë pushtet për veten e tyre duke negociuar pushtetin me parti në pushtet. Pra, raporti OSBE Odir ka mjaftueshëm shkelje për të thënë që në Shqipëri ne nuk kemi proces zgjedhor dhe kjo nuk lidhet vetëm me një problem që ka të bëjë me reformën zgjedhore, se reforma zgjedhore në fund të ditës do t'ja pak më shumë shanse atyre partive të vogla që kësaj radhe fituan vota sa për 5 mandate, po përfunduan me 1 mandat. Pra nuk do krijojë ndonjë element që të themi që do menaxhohet. Nga ana tjetër, mendoj që kemi 2 defekte të mëdha tek autorët, por dhe tek audienca e raportit. Autorët e raportit nuk kanë dhënë ndonjë rekomandim dhe ndonjë zgjidhje. Të bëjmë reformë zgjedhore, kjo është e përhershme. Nuk kanë bërë ndonjë vëzhgim shumë të qartë asaj që është çështje administrative. Sepse edhe shumë akte të cilat duhet të rregullohen, duhet të dalin për financimin, për sanksionet, janë pjesë e asaj trupët zgjedhore, e cila mundet të ketë administruar mirë, por nuk ka rregulluar mirë. Edhe vota e diasporës, sepse diaspora pati probleme dhe vetë funksionarët e zgjedhjeve e pranuan që një nga zhvillimet që kishte të bënte me kontraktimet për sjelljen